Kryeministri Edi Rama së bashku me Ministrin e Inovacionit Blendi Gonxhe morën pjesë sot në një konferencë mbi përdorimin e inteligjencës artificiale. Ata diskutuan mundësinë për përfitimet që kjo teknologji mund të sjellë dhe përmirësimin e efikasitetit dhe transparencës në administratën shtetërore. Rama dhe Gonxhe theksuan rëndësinë e integrimit të AI-s në sektorin kyç të shërbimeve publike. Dhe ajo që ka ndodhur në dekadën e fundit është e jashtëzakonshme. Dhe kjo është kaq e vërtetë sa që Shqipëria konsiderohet si një vend lider në rajon për sa i përket digitalizimit të shërbimeve publike dhe në çdo klasifikim europian ne jemi mbi mesin e klasifikimit. Ministri Gonxhe, në aktivitetin e furnizimit të inteligjencës artificiale në shërbimet publike, u shpreh se digitalizimi dhe inovacioni në vend po merret si model nga të tjerët. Është një moment reflektimi dhe krenarie, një moment për të ndalur, për të parë pas me vlerësime të çfarë kemi arritur dhe për të parë përpara me vendosmëri dhe me besim. Shqipëria ka ndërmarrë një prej transformimeve më të thella institucionale të dekadave të fundit, atë të digitalizimit të plot të administratës publike dhe shërbimeve për qytetarët. Ky nuk ka qenë një hap simbolik, ka qenë një reformë rrënjësore që ka prekur çdo shtresë të sistemit shtetëror. Gjithashtu, Rama foli dhe për vendosjen e sistemit të kamrave inteligjente në çdo rrugë të vendit. Ai shtoi se përmes tyre do grumbullohen informacion pafund dhe do hiqen policët nga rruga.